Fushat e vaksinimit antigrip ka nisur prej 22 shtatorit, ndërsa 280.000 doza vaksinash janë në dispozicion të qytetarëve të shpërndarë në qendra shëndetësore në vend. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bën me dije se në javën e parë të fushatës, prej 22 deri 29 shtator janë aplikuar falas 59.412 doza vaksine. Nga këto vaksina të aplikuara rreth 6.464 ose 23% është personel shëndetësor, si një prej grupeve më të ekspozuara ndaj riskut për shkak të kontaktit me pacientët e të gjithë grup moshave. Vaksina antigrip mbetet mbrojtja më e mirë dhe më efikase kundër virozave respiratore të shkaktuara nga viruset e gripit që qarkullojnë përgjatë stinës së vjeshtës. Vaksinimi i personelit shëndetësor po vazhdon në të gjithë vendin, ndërsa janë njoftuar qytetarët, gratë shtatzëna, fëmijët dhe të gjithë persona që paraqesin rrezik për këtë periudhë. Në udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë thuhet se vaksina antigrip mund të bëhet nga persona mbi 65 vjeç të sëmurë kronik, ata me probleme të sistemit kardiovaskular, të sistemit pulmonar dhe të sistemit renal. E këshillueshme është që vaksina të bëhet edhe nga gratë shtatzëna dhe fëmijët e moshës mbi 6 muajsh.